Ishte deklarimi i kryeministrit Mbetyrë Kurti, i cili natyrisht dhe u përgjigjte në gjuhën serbe, si gjuhë zyrtare, mandej edhe në anglisht. Ndërkohë, në anën tjetër ne po shohim kryetarin, kandidatin për kryetar për Prishtinë nga PDK bashkë me bashortën dhe djalin e tij duket. Qëse djali i tij ka 18 vjeç ose pak më shumë, ai voton Ismail Qemali në Bregun e Diellit. Ashtu siç e paralajmëruam edhe krejt në fillim, Uran Ismaili do të votoj në shkollën Ismail Qemali aty dhe ku ka përfunduar shkollën ai dhe ku thotë që përfundon shkollimin dhe fëmijët e tij. Është në kohë apo pak më vonë, sepse jemi tuaj po ashtu. Ka paralajmëruar po në orën 9. Po, të u bazu në paralajmërimet që kanë dërguar dhe vetë partitë politike, do që tjetë me pak vonesë, por jo shumë vonesë, të kemi dhe kandidatin nga radhët e PDK-s duke votuar, pra Uran Ismaili dhe e shoqëruar nga familjarët e tij. Besoj që pas të kryej obligimin e tij dhe ai do t'i drejtohet atë qytetarëve të Prishtinës. Dëgjuam dhe vetë kryeministrin Kurti, kryeministrin e detyrë, bëri thirrje që dalin dhe të votojnë qytetarët e Kosovës, duke u bërë hisedar në vendimet që do t'i marrin dhe përfaqësuesit apo të gjithë kandidatët që qytetarët të zgjedhin për ta udhëhequr për 4 vitet e ardhshme komunën e tyre. Ka interesim, ta duket edhe këtu për përcjellur nga afër, po i shohim duke kryer gjithë ato procedurat dhe Uran Ismaili, ashtu siç po i kryen gjithë procedurat aktualisht qytetarët anë kënd Kosovës ku janë duke votuar për të zgjedhur kryetarin e tyre, kryetarin apo kryetaren për 4 vitet e ardhshme. Klan Kosova është gjithandej duke përcjellur jo vetëm përfaqësuesit politik, mirë po edhe të gjithë qytetarët, ju që keni qoftë ndonjë ankesë apo ndonjë informacion për të ndarë me Klan Kosovën, me shikuesit, me gazetarët tonë, mund të na kontaktoni. Kemi të hapura mundësitë gjithandej, nga që kolegët tonë janë pothuajse çdo cep të Kosovës duke ndjekur nga afër mbarvajtjen e këtij procesi që është shumë i rëndësishëm njëkohësisht edhe për institucionet e vendit, por padyshim edhe për Klan Kosovën ashtu si çdo herë tjetër. Është duke vendosur Uran Ismaili votin e tij tashmë zyrtarisht dhe në kuti. Pra është shutruar, siç e thamë, nga bashkëshortja. Votimi është shumë i thjeshtë, absolutisht. Është i thjeshtë apo nuk është i thjeshtë? Jo, është i thjeshtë, nuk është i komplikuar. Emrin e kandidatit, mandej edhe në anën tjetër ishte ajo për asamblejë. Po, mos harrojmë që vetëm në asamblejë kemi të drejtë ta zgjedhim dhe gjithashtu në po zgjedhje prapë veç për kryetarët komunave do të votohet edhe për asamblejistët. Ndërkohë në 9 nëntor mbahet edhe pjesa e dytë e votimit, e balotazhit të njëjtë balotazh. Edhe aty është kemi edhe malet, më thonë ke vetëm 2 emra për çdo kandidat, të cilët nuk garojnë. Kështu që janë disa komuna që pretendojnë që mund të kenë edhe një herë zgjedhje, disa mund ta kryejnë sot. Supozohet që ta shohim deri në fund. Që ka bërë përshtypje një dhënë e KQZ-s ka qenë se për gjatë 25 vjetëve më shumë se 60.000 persona kanë marrë pjesë në garën zgjedhore si kandidat për deputet, kryetar të komunave dhe asambleve komunale dhe në këtë shifër përfshihen edhe persona që janë certifikuar më shumë se një herë. Domethënë 60.000 persona. Shumë shifër interesant kjo e KQZ-s. Kjo për një periudhë 25 vjeçare. Për periudhën gjithsej 25 vjeçare. Po, supozohet që shumë prej komunave do të jenë dhe në balotazh, disa prej komunave, disa prej komunave ku po bëhet një galë shumë e nxehtë dhe e ngushtë, bazuar në atë që janë duke treguar dhe vetë qoftë analistët apo edhe këto matjet që bëhen her pas here edhe nga organizatat të ndryshme. Bregun e Diellit, ku edhe ka jetu vetë kandidati, thotë që ka jetu dhe ka përfunduar dhe shkollën këtu tek Qemali, ndërkohë po del pas përfundimit dhe ka një prononcim parametit të shohim se çka po na thot. A mund me përket? Po më duket që po, a? Okej, se s'po marrë jo për kërkojt, kështë që po filloj. Faleminderit shumë, sot është një ditë e mirë për Prishtinën, në cilën vendosim gjithë për të ardhmën e saj për 4 vitet e radhës. Kështu që
Spari dëshiroj të falenderoj qytetarët të cilët më kanë prit jashtëzakonisht mirë kudo që kam shku dhe shpresoj që të shkoj edhe sot ditë e mirë. Ka qenë një fushatë e jashtëzakonshme për gjithë ne, e falenderoj gjithë vullnetarët e gjithë ata që kanë kontribu që kjo fushatë e jonja të shkoj në mënyrë më të mirë si që kemi pa. Shpresoj që Prishtina ta shfrytëzoj mundësinë e vet për ndryshim, mënyrën që Prishtina të jetë një qytet që dojmë me pa zhvillum. Kështu që ftoj të gjithë qytetarët që dalin gjithë pa dallim të votojnë, ta shfrytëzojnë këtë mundësi të madhe që e kemi për me i dhonë Prishtinës atë që e meriton si një kryeqytet që ka nevojë të jetë simbol për gjithë ne. Kështu që edhe një herë i falenderoj gjithë për mirëpritjen që më kanë dhënë në çdo lagje, në çdo fshat dhe jam jashtëzakonisht i lumtur që e kam bu garën e Prishtinës për herë dytë, edhe që në këtë qytet kam gjetë shumë mirësie, shumë optimizëm, edhe ashtu ka qenë edhe fushata jonë. Kështu që faleminderit shumë edhe një herë të gjithëve. Faleminderit. Pra, do që jam duke u prononcuar dhe kandidatin për kryetar të komunës së Prishtinës. A e theu heshtjen kur tha